Shtëpia Big Brother është tronditur nga një vendim që askush nuk e priste. Një zar fizik ka mbërritur papritur, duke ndryshuar rrjedhën e lojës dhe duke ndezur tensione të forta mes banorëve. Vëllai i Madh ka marrë një vendim drastik në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke ndëshkuar Casey për shkelje të përsëritura të rregullave. Sipas njoftimit zyrtar, Casey nuk i është bindur urdhrave të vëllait të madh dhe ka reaguar në mënyrë sfiduese, duke treguar mungesë respekti ndaj autoritetit të lojës. Për më tepër, këto zgjedhje janë përsëritur disa herë, pa reflektim nga ana e banorit në fjalë. Megjithatë, ajo që e bëri situatën edhe më të rëndë ishte fakti se banorët e tjerë nuk reaguan dhe nuk ndërhyn për të ndaluar këtë zgjedhje. Pikërisht për këtë arsye, vëllai i Madh vendosi që ndëshkimi të mos jetë individual, por kolektiv. Si pasojë, të gjitha cigaret e banorëve janë marrë dhe lloma e xhumit është mbyllur për të gjithë, deri në një njoftim të dytë. Një vendim ky që ka sjellë menjëherë pak knatësi, nervozizëm dhe tension brenda shtëpisë. Pas leximit të zarfit të zi, atmosfera ndryshoi rrënjësisht. Debatet nisën pothuajse menjëherë, me akuza për plasje verbale dhe ndarje të qarta mes konkurrentëve, të cilat po përballen me pasojat e një vendimi të rëndë. Ditët e fundit kanë qenë ndër më të ngarkuarat në këtë edicion, me ngjarje të shumta dhe dinamika që po e bëjnë lojën gjithnjë më të ashpër dhe të paparashikueshme. Mbetet për të parë nëse ky dënim do të sjellë reflektim dhe ndryshim zgjedhjeje, apo nëse do të thellojë edhe më shumë konfliktet mes banorëve në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.